Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Prokuroria Publike në Koçan të Maqedonisë së Veriut ka propozuar që për ish-ministrin e ekonomisë Kështik Bekteshi dhe sekretarin e shtetit në ekonomi, Razmena Çekiç Durović të ndryshojë masën nga parapurgimi në arrest shtëpiak. Për këtë propozim duhet të vendosë gjykata themelore në Koçan, ndërkohë që është propozuar një zgjatje e masave të parapurgimit dhe arresti shtëpiak të përcaktuar më parë për 18 persona. Nga prokuroria thonë se ekipi që merret me zjarrin në diskotekën Puls po përfundon marrjen e pyetje të dëshmitarëve dhe njëjta procedurë po kryhet në përputhje me dinamikën e përcaktuar. Po punohet intensivisht midis raporte ekspertësh dhe po kryqëzohen të dhënat nga analizat e pajisjeve elektronike të siguruara, thuhet nga Prokuroria Publike në Koçan. Shkarkimi i kryetarit të Këshillit Gjyqësor do të bëhet në mënyrë publike dhe në asnjë rast opinioni të mos jetë i përjashtuar. Vendimi për shkarkim të miratohet me më së paku 8 vota nga 15 anëtarë, ndërsa procedurën për shkarkimin e kryetarit dhe nënkryeitarit mund ta marrin së paku 4 anëtarë. Ky është një prej ndryshimeve që parashihet në propozim ligjin e ri të Këshillit Gjyqësor, ndërsa pret mendimin e Komisionit Venecias. Kreu i Këshillit, Aleksandr Kambovski, thotë se me këto ndryshime Këshilli pajtohet pjesërisht duke mos saktësuar se për të cilat bëhet fjalë. Me 18 vota pro dhe një abstinim, Kuvendi i Maqedonisë së Veriut nuk e pranoi propozim ligjin e LSDM-s për të ndihmuar familjet e viktimave dhe të lënduara nga tragjedia në Koçan. Nga LSDM nuk e kanë të qartë si mundet që shumica në parlament të mos pranojë të ndihmojë të dëmtuarit përtej ndihmave financiare parashihen dhe lehtësime të tjera institucionale. Për ne me të vërtetë është e çuditshme dhe e papranueshme se si VMRO DPM-ja dhe shumica qeveritare refuzoi të diskutojnë për propozim ligjin i cili është i dorëzuar nga LSDM-ja dhe koalicionit, i cili mundson çdo lloj mbështetje për familjet e dëmtuarve nga Koçani, por dhe tragjedive të tjera. Mendoj se është e papërgjegjshme dhe e pakuptueshme pse refuzohet një zgjidhje e tillë ligjore, kur ekziston mundësia dhe praktika që sjell zgjidhje të tilla ligjore, deklaroi Oliver Spasovski nga LSDM. Nga VMRO DPM propozim ligjin për të ndihmuar familjet e viktimave dhe të lënduara nga tragjedia në Koçan, e quhen jo serioz dhe tentim për marketing politik. Ky propozim ligj është pjesërisht i pazbatueshëm, pjesërisht hyn në përplasje me dispozitat e saj, ndërsa pjesërisht lidhet me të drejta ekzistuese ligjore. Kjo tregon se bëhet fjalë për një dokument i cili më tepër shërben për marketing politik sesa për mbështetje të vërtetë. Mëtej ligji favorizon të dëmtuarit nga ngjarje të caktuara, duke injoruar tragjedi të tilla të ngjashme, u shpreh përfaqësues nga VMRO DPM-ja. Propozim ligji parashitet ndihmë financiare për familjet e viktimave dhe 80.000 euro për çdo viktimë, ndërsa nga 1.2 milion deri në 5 milion denar për të lënduarit varësisht shkallës së invaliditetit. Gjithashtu parashihen lehtësime për prindërit të cilët janë në marrëdhënie pune, por duhet të qëndrojnë afër fëmijëve të tyre gjatë mjekimit, qoftë brenda apo jashtë vendit. Një ditë pas largimit nga qeveria, Arben Taravari me funksionarët besnik të tij filluan fushatën në Likov për të takuar me strukturat e partisë. Ajo që mori vëmendje ishte mungesa e Arben Fetajt, një figurë e lartë partijake që vjen pikërisht nga ky rajon dhe i cili mban postin më të lartë në ekzekutivë, atë të zëvendës kryeministrit. Jo zyrtarisht mungesa është për shkak të mos pajtimeve për largimin nga qeveria dhe për bashkëpunimin e mundshëm me BDI-n. Megjithatë mungesën e Fetajt duket se është mundur ta mbulojë deputeti i zonës Riad Shaqiri. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.